E sa i përket ushqimit, kam pyetje të tilla që më thënë çfarë më përdor para gjumit se s'po merr gjumi. Realisht, problemi me gjumin, prodhimi melatoninës fillon mëngjes. Edhe mëngjes, do të thonë veprimi, ajo që e bojmë mëngjes ndikon që melatonina mu çrregullu, që është faktori kryesor që arrihet piku kulminant i gjumit, në këtë rast momentin që melatonina është nivelin e dur, atëherë trupi fillon mi bë, secili organ fillon me bë detoksifikimin e funksionet që i bën gjatë natës. Çka gabojmë me mëngjes? Gjatë natës, rreth orës 3 deri në orën 5, kjo është individuale, është në bazë të orës biologjike, trupi, metabolizmi arrin, domethënë i kalu komplet ato tretjet në zorë. Edhe tash, në atë periudhë, na kur qohemi me njëherë, edhe ullet melatonina në qatë periudhë, edhe fillon mu prodhu kortizol. Pa u prodhu kortizoli, edhe mu liru insulin, nuk mujna me pas energji për me fillu mu zgju. E tash në qatë periudhë, me njëherë si të zgjuhëm, pim kafe. E që regulojmë këtë periudhë për shamë nuk qumë, as njëherë në kohën e njëjtë, njëherë ma vud, njëherë ma heret, edhe me njëherë pim kafe. Qka bojmë? Stimulojmë prodhimin e kortizonit në mënyrë artificiale, e pengojmë prodhimin natural, edhe në më thanë këtu ndikojmë që ai mu stimulu në mënyrë artificiale dhe me kanë gjatë ditës aktiv. Në këtë rast kemi inflamacion të trup. Momentin që kemi kortizon të lartë, normal që trupi është një inflamacion. Këtë kun kemi insulin, të prodhume ma shumë edhe normal që inflamacionin ndodhet në zorë. Në zorë tona është 70% dhe 80% më thanë shkaku i prodhimit të melatoninës. Gjatë ditës lirohet serotonin, ndërsa gjatë natës fillon normal mas orës 8 mu prodhu melatonina. Dhe nëse na e ngarkojmë zorën tonë, nëse na kemi ngarkesë të madhe me ushqime që përmbajnë sasi të lartë sheqerit, me ushqime pijet gazume, për shembull me sasi të madhe ose të kafes, energji artificiale, normal që e pengojmë këtë proces natyral. Edhe nervi vagus shqon sinjalën tru se diçka po ndodh. Më thanë, kjo është arsyeja pse ciklet prishet komplet cikli i gjumit prej mëngjesit deri mbrëmje. Mos flasim mu ajo ngarkesa që bëhet e madhe gjatë para gjumit e ushqimit që